duhet i shes ato 2 makinat e vjetra që kam, me thash bli një makinë të hajrit. Po shoh nga jashtë se këtu në Shqipëri nuk gjendet një gjë interesante. Po dhe nga jashtë do marrësh nga Amerika, nga Korea, ca thonë për mbytme, ca thonë peshën më pak, ca thonë për plasura. Nuk merret vesh tamam. Po një gjë, kanë ato që kushtojnë më pak se Europa, po çka kanë se kuptoj. Do ta marrin vesh tani. Një markë, një model. 3 makinat importuara nga 3 vende të ndryshme, Amerika, Europa dhe Korea e Jugut. Çfarë ndryshimi kanë? Një se vini revolucion. Në Shqipëri janë importuar makina nga çdo cep i botës, fillimisht në Europa, më pas Dubai, Amerika dhe së fundi nga Korea e Jugut. Me çdo val importesh kanë lindur teori nga më të çuditshme, por me këtë trendin e ri nga Korea e Jugut, teoritë janë bërë dhe më interesante. Shembulli më i mirë është Volkswagen Golf 7, një makinë popullore e cila vjen nga 3 kontinente, Amerika, Evropa dhe Azia. Të paktën 2 nga këto makina janë prodhuar në Wolfsburg, Gjermani, pra vijnë nga njëjta fabrikë. Volkswagen gjithashtu ka fabrika edhe në Kinë dhe në Meksik, por ato prodhojnë makina për tregun vendas. Kina prodhon për tregun e saj, ndërsa Meksika për tregun amerikan. Mund të duket se ndryshojnë, por në fakt nuk ndryshojnë shumë. Arsyeja pse Volkswagen ka fabrika edhe në vende të ndryshme janë kostot e importit apo prodhimit. Në disa raste bëhet prodhimi plot, në disa raste vetëm montimi, por standardi i cilësisë mbetet gjithmonë i njëjtë. Nëse porosis një Golf nga Europa, kam një listë të gjatë opsionesh për të zgjedhur dhe her pas here këto opsione eliminojnë njëra tjetrën. Ndërsa në Amerikë opsionet vijnë ndarë në paketa. Nuk mund të zgjedhësh ato opsionet veç e veç, vetëm nivelin e opsioneve dhe aksesorët. Atje nuk ekzistojnë motorët 1.0 TSI, zakonisht janë motorët 1.4, 1.5 TSI ose 2000 TSI. Motorët e naftës ekzistojnë, por janë shumë të rrallë sepse kërkesa është shumë e ulët. Ndërsa Korea është një përzierje midis të dyjave. Paketat zgjidhen nga Trendline, Comfortline, Highline. Pra opsionet vijnë në paketa si Amerika. Është paketa e ulët, e mesme ose e lartë e opsioneve. Ndryshimi kryesor mbetet tek motorët. Ashtu si në Europë, preferohen motorët më ekonomik. Kryesisht janë motorët 1.5 TSI, 1.6 TDI ose 2000 TSI dhe TDI. Për ta kuptuar më mirë, do të konsultohemi me një nga kompanitë më të mëdha të importit të pjesëve të makinave. Orest, ti ke bërë një studim të detajuar të pjesëve për Volkswagen Golf. Ka ndryshime dhe nëse ka, cilat janë ato? Patjetër, ndryshime ka, edhe pse u munduam pak për t'i gjetur janë të pakta, kryesisht ndryshimet janë midis versionit amerikan dhe versionit europian. Nisim që nga pjesët e jashtme, ndryshimet ishin parakolpi, prapakolpi, fenerët, stopat. Zakonisht Amerika ka limitime në pjesën e ndriçimit, dalim tek pjesët brenda, ambientit makinës, është kilometrazhi dhe radio. Radiot, frekuencat janë të ndryshme, janë digjitale toksore në versionin europian dhe korean, ndërsa në atë amerikan janë Sirius XM ose të ndryshe satelitore, ku ka dhe opsionet me pagesë. Për të kaluar pasaj tek ndryshimet tek pjesët teknike, përgjithsisht katalizatorët ndryshojnë, centralina e makinave versioni amerikan është programuar që të punojë dhe me karburant me oktan dhe cetan më të ulët. Deri këtu pra thamë që ndryshimet janë të pakta, kryesisht të shkaktuara nga tregu. Por a ka ndryshime fizike? Versioni europian. Kjo makinë është fiks, siç e ka projektuar Volkswagen, ende pa u përshtatur për ndonjë treg tjetër. Dhe pamja është fix in poster. Opsionet janë zgjedhur individualisht dhe kjo e bën që makinat europiane të mos ngjajnë shumë me njëra tjetrën. Nga të treja, kjo ka më tepër larmishmëri ngjyrash edhe opsionesh, si për jashtë edhe ashtu edhe për brenda, sepse tregu europian është më kërkues, prandaj ofrohen dhe më shumë gjëra. Të po marrim për bazën, të po marrim për kryesoren, dhe në bazë të kësaj do krahasojmë dhe dy të tjerat. Në pamjen e jashtme, ky dallohet që është një Golf amerikan. Amerika ka një tjetër qasje ndaj sigurisë. Të gjitha makinat të prodhuara ose të importuara në Amerikë duhet të kenë përpara reflektorët portokalli dhe mbrapa reflektorët e kuq. Së fundmi prodhuesit integrojnë ato brenda fener që mos duken shumë. Parakolpi dhe mbrapakolpi shpesh ndryshojnë me një shtresë brenda ose jashtë për të zbutur përplasjet dhe sinjalet mbrapa janë ndryshe. Makinat e vjetra amerikane kishin vetëm 3 drita në pjesën e pasme, stopat, frenat dhe indietro. Kështu që prodhuesit europian përshtaten makinat e tyre për këtë treg, duke bashkuar dritat dhe sinjalet në një sistem të vetëm. Prandaj, sinjalet e makinave amerikane janë të kuqe. Në përgjithësi ndryshimet janë për arsye sigurie. Në pjesën e jashtme ose mbase dhe shasi. Por jo se amerikanët janë më të sigurta se europianët ose anasjetës, por amerikanët kanë rregulloren e tyre.
Ky është niveli mesëm i opsioneve, që do të thotë çdo Golf tjetër me këtë nivel opsionesh do të jetë njësoj. Tek versioni europian dhe korean, kuadri fiket në moment që hapet dera shoferit, ndërsa tek kjo fiket në moment që qesi shkon në pozicionin fillestar. Ndryshimi tjetër përveç kilometrazhit është dhe radioja, sepse frekuencat janë teke, 100.1, 98.5, jo si në Europë, punë amerikanash. Deri tani nuk shoh ndonjë ndryshim të madh. Ndryshimet e vetme janë në opsione që kuptohet. Një detaj që më bën përshtypje është që kjo ka sedile të thjeshta, janë sedilet e thjeshta të Golfit, por janë me lëkurë dhe kanë vënë shumë variante amerikane që janë niveli mesëm i opsioneve ose niveli i ulët dhe vinë me lëkurë. Vetëm kjo është diferenca që ka një makinë europiane me amerikane me sa po shoh. Gjithashtu ndjesia nuk ndryshon as pak, pa çka se çdo makinë ndryshon nga njëra tjetra, por nuk është se më jep një ndjesi ndryshe sikur jam në një makinë tjetër, më duket po njësoj. Dhe tani, makina më e përfolur e momentit, Volkswagen Golf nga Korea, e sa po importuar. Sipas historikut, kjo makinë ka kaluar shumë për të ardhur në Shqipëri. Ka kaluar shira, breshër dhe përmbytje. Por shumicën e rasteve këto janë të pavërteta. Edhe Korea, ashtu si çdo vend aziatik, ka ligje që zbatohen me përpikmëri. Një prej tyre është që çdo makinë duhet pajiset me një certifikat që quhet certifikata e inspektimit të performancës. Kjo nuk do të thotë se çdo makinë është perfekte, por që çdo problem apo detaj është i dokumentuar dhe më pas mbetet në dorë të blerësit ta blej apo jo. Dhe këtu dalim ke tregtarët shqiptar. Nëse makina dele përplasur apo e përmbytur, nuk është faji i Kores, por i shitsit. Kështu që fillimisht zgjidhni shitsin, më pas makinën. Pra, në pamje të parë, makina nuk ndryshon nga europiane. Ndryshimet janë në detaje, të zakonisht në shkrimen. Dhe frekuenca radios gjithashtu ndryshon sepse lëviz me 0.2, ndryshe nga versioni europian që lëviz me 0.1. Edhe kjo njësoj më duket, nuk është se ka në ndryshim. Në ecje, po thuj se njësoj. Vetëm nga opsionet duket sikur përafrohet më tepër versionet europian, por për tjerat mbetet një Volkswagen Golf. Tani provova të treja dhe jam i bindur që dy makina nuk janë njësoj, sepse varet gjithmonë nga përdorimi. Ka njerëz që i japin makinës keq, ka njerëz që e trajtojnë mirë, ka njerëz që e lajnë çdo ditë, ka njerëz që nuk e lajnë asnjëherë. Pra, dy makina nuk janë njësoj. Pra, baza është e njëjtë, por ndryshimet janë minimale, vetëm sa për të përshtatur me tregun. Megjithatë, ne dyshuam që në fillim. Po pse? Mendoj që këto teori kanë lindur nga tregtarët. Ata që shesin makina amerikane ose europiane flasin keq për koreanët. Ata që shesin koreane flasin keq për të tjerat. Kështu kanë lindur shumë thashë theme. Marka si BMW, Audi, Benz apo Volkswagen ka të njëjtin standard për çdo treg, edhe për Koren. Nëse nuk e ulin standardin për vende si India, nuk kanë se si ta ulin për vende si Korea. Edhe po të donin, do t'i kushtonte shumë sepse do të ndryshojnë fabrikët, makinat, pjesët, çdo gjë. Një teori tjetër thonë që makinat koreane peshojnë më pak. Në fakt, kjo është e vërtet, sepse çdo makinë Golf nuk peshon njësoj. Edhe këto makina që janë këtu nuk peshojnë njësoj, sepse çdo makinë ndryshon nga njëra tjetra. Dhe kjo varet nga opsionet. Motori, kambio, 4x4 apo jo, tavan panoramik, sedile elektrike, çdo gjë ndikon pesh. Makinat amerikane zakonisht peshojnë pak më shumë sepse kanë element të shtuar për efekt sigurie. Gjëra që Amerika i kërkon. Pra, pesha nuk është kur fikse. Pyetja tjetër është, a mund të importohen makina koreane në Europë? Dhe përgjigjja është, po, mund të importohen. Por, a le verdis? Mbase jo, sepse taksat janë shumë të larta, ndryshe nga Shqipëria. Pra gjëja kryesore është kjo, nëse makina është e mirë, e inspektuar dhe e rregullt, nuk ke pse shqetësohesh për asgjë tjetër, vetëm zgjidh shitsin dhe makinën dhe janë rregull. Në 2 minutat ose më pak të ardhshme ne do flasim për shtëpit modifikuese. Ja vlen si ja vlen, pro, kundër. Shpëtit. Shpëtit. Okej, shpëtit. E para. Brabus. Pro. E dyta. Mansory. Kundër. Kundër, super kundër. Mansory është një nga Kundër deri në fund. nuk e di domethënë unë nuk kam një shtëpi modifikues ose një brand që e kam kaq antipati. Ja dhe ca më poshtë, po di them pastaj. Ja, nuk kam më poshtë se Mansory. Domethënë të marrë makina të bukura dhe ti bëj aq shëmtuta në atë farë grade në një, më thënë, nuk kam fjalë, nuk du ta shaj më shumë. Janë karagjoze, shumë karagjoze dhe nuk kanë as sasi bukur i brenda. Alpina.
Super pro. Për mua është Alpina një nga shtëpitë modifikuese më të mira që është bërë Nga ndonjëherë. kornizave më të bukura që mund të bëhen. Marrin BMW-t, e bëjnë edhe për komoditet, edhe për everyday use, edhe për rrugë gjata, edhe për gjitha, e bëjnë super komode, ndërkohë performancën e perfeksionojnë. Për mua Alpina është një nga më të mirat shtëpi Super modifikuese. Tjetra. West Coast Customs. Pro jam. Unë jam kundër. Pse? Do të bim dakord tash. Okej. Ta fusim ke proja apo ke kundër. Unë jam kundër. Unë them pro. Mu më duket më shumë marketing, makinat nuk është se i prekin fare në performancë, bëjnë Po mirë më janë lezetshëm. punojnë mirë, Po. por fund ditës janë rajs, bëjnë makina rajs. Për mua janë lezetshme, nuk e di. Si do e lëm? Abstenim. Pro kundër. Abstenim? E lejmë shumë. Do të më hapi tabel tjetër ta bëjmë abstenim. Do ta bëjmë si në parlament. Okej, abstenim. Vjen edhe abstenimi. Okej, G-Power. G-Power... Abstenim, jo? Nuk e di. Unë jam pro. Ka sa gjë që G-Poweri jam pro, ka sa gjë që jam kundër. Po. Jo, unë them që Okej, po bëj dakord G-Poweri me ty. është shumë performancë lartë për Performance, BMW. po, nuk e di. Për mua G-Power është Okej, super gjë. pro. Tjetra, Liberty Walk. kundër. Kundër e thonë. Unë personalisht nuk jam për white bodies, janë të bukura, por mua nuk pëlqen më shumë rajsi se sa më pëlqen funksioni Janë e që si makinës. demo dek shumë. Tjetra është Top Secret. Pro. Top Secret është një nga kompanitë më të mira në Japoni për modifikimet e makinave dhe i bëjnë super performance, edhe ndërkohë edhe body kitet dhe këto nuk është se kanë të egzageruar. Rimi e shohim video shumë në YouTube, na pëlqen. Top Secret është për mua është Se këtu legjendare. s'kemi. Top Secret. Urban. Kundër. Kundër e thonë. Sepse të bësh i Range Rover me body kit, më është si të bësh futbion, Nuk e di si kuti, kështu që e ecën. nuk është për atë punë. Nuk është e asaj të fushë. Prior design. Prior designi, Unë them kundër, unë jam kundër. unë jam pro për disa body kite shumë bukura, ajo që kanë bërë për së dyshin është super e bukur, por është super overpriced për body kitin që jep, kështu që për këtë arsye po e çoj edhe unë ke kundër. Për tjerat pastaj i kanë pak të egzageruar, po okej, po e lëm kundër. Dhe fundit është Haman. Kundër. Unë kam pa një G-Class Haman që kishte spesorin, distancierin, si mund ta themi ndryshe, të gomave ishte kaq, pa egzagerim, kaq i trash, që do të thotë ajo gjëja i shton pesh gomave dhe bën atë ecjen e makinës skandaloze. Po, për çfarë për bukuri, edhe bukuri nuk. Kundër. Dhe ky ishte çati për këtë episod. Dhe do shifimi me të ftuarin në vazhdim. Shikojmë çka kohë do bëj sot. Në këtë test drive, ne do flasim për një nga aktorët, gazetarët apo aktivistët më të njohur shqiptar, i cili ka një pasion të hershëm për makinat dhe motorët. Sot ne do flasim ndryshe sepse nuk do flasim për politik apo për profesionin, por ne do flasim për pasionin. Dhe jemi me Florian Binaj, i cili është një nga aktorët më të njohur të humorit shqiptar dhe vetëm, që realisht unë të pakën e mritur me skeqet e tua dhe e dija që ke pas pasion për makinat dhe motorët, por nuk kam fare informacion se çfarë ndodh me ty lidhur me këtë gjë. Cila ka qenë makina e parë që ke pasur? Makina e parë që kam pas ka qenë një E-Class i vitit 1986, nafte, 200, i kuq flak, ka pasit kuqe si Ferrari. Edhe kur i bërë dhe xhamatzi, ishte makinë kuqezi fix si flamuri, jo? Dhe ishte aq e bukur për mua, se makina e parë, mo. Se makina e parë, si çdo makinë e parë. Sa që e vura emrin Jamie. Sepse Jamie është një nga femrat më të bukura që ka jo vetëm Shqipëria, Shqiptaria, por ndoshta gjithë bota. Edhe për mua ajo makinë Ishte e bukur. ishte më e bukur në botë. Shumë dakord. Po tani çfarë makinë e? Tani kam një GLE Forestran, prap Mercedes-Benz, benzine, me motor të vogël 200, po që GLE me motor 200. Po pakën është benzinë dhe është benzinë dhe këtu më vjen mirë se ke bërë zgjedhje dur. Unë jam vetëm ke benzina, jo ke është mit i shkuar ai që kush e ka benzinë harxhon shumë, ka qenë dikur diferenca tash benzina është më e lirë. Po. E vërtet është. Cila është makina ëndrave për shkakun që mund
mund të kesh. Ke pas një makinë ëndrësh? E kam, vazhdo më del në ëndër. Vazhdo me ke ëndrësh, okej. Është S-klasë V140. Sloni, Për mu është makina më e bukur në botë dhe nuk e ka të kalu do të asnjë makinë tjetër. Daç për dizajn, daç për siguri, daç për elegancë, për vëllim, për teknologjinë e kohës që ka pas edhe për madhështinë, për seriozitetin, për borrërinë, për gjithë gjej fjalë me vlerë dhe asaj dhe i shkon. Dhe asaj rri. Shumë e vërtet. Që pas asaj ka vazhduar dhe pak Mercedesi, po jo dhe Mercedesi, po gjithë bota është downfall, është rënje shumë e fortë. Janë bosi kanale YouTube-i makina. Subscribe! Do t'i bërë subscribe. Po, që të kesh pasyra, që të shofesh mbrapa, të bërë subscription. Subscribe, po, që të mbaj ripi të gjithë do të bërë subscription. Për vetëm 3 euro në muaj mund të mbaj ripi lidhur. Po. Kjo është problemi me gjitha makinat. Po, motorat. Si ke motorat si kam pas qef me thonë drejtën, se kam pas edhe ca incidente në skenë me motorat, por duke qenë se si ka ardhë jeta në Tiranë, që ti me makinë nuk marrë do të punë, do të kesh vetëm Dracula që rroja 600 vjetë, edhe ka me Terezi mund t'ja dali në Tiranë. Më është dashur të bëj një motor për të mbaruar punët, edhe kam një Vespa të vogël të vitit 2000, 26 vjeçe, dhe jam te masë i kënaqur. Është e vogël, dhe Vespa si i ranë Gjoda. Nga që shumë e vogël. Sa të thonë, për këto nuk po të pysja pse e vënë me Gjoda. Gjithë njerëzit që më shohin thonë, o Flora, po blej më të madhe përse shumë i vogël. Po pikërisht është i vogël për futesh. Shumë e vërtet. Dhe deli parë i rresht. Shumë e vërtet. Po kam parë pas që kishte një kokore shumë bukur, një kokore të dizenjuar, të pikturuar. Po kur bleva motorin, bleva dhe kokoren. Mirë po kur eca me kokore, pash që gjithë këta çunat, gocat që bëjnë shpërndarje, ushqimesh, mallarash, poste tjera me radhë, kishin gjithë një dhe kokore. E thash, po pritëm se s'duhet kemi gjithë një dhe kokore, se kokore është vërtet më të mbrojtë, po mund të dhe një formë shprehjes artit. Kështu fillova të pikturoja gjërat vogla, fillova të pikturoja ata idhut të rilindjes që unë kam shumë qef, piktura që unë kam shumë qef, kuklla që unë kam shumë qef, kam Dragon Ballin, Homer Simpson aty kokore, dhe është bërë një mishmash i shumë gjërave që unë kam shumë qef, dhe që atëherë kam bërë kam pikturuar kokoren e kalamajve, mijat, nusas, gjithë. Dhe vazhdoj e bëj këtë gjë për qef sepse është një formë e treguarit gjërave që ke qef. Makina më e bukur dhe më e shëmtuar që ti mendon. Makina më e bukur e thash është S-klasi, V140, makina ëndrave të mia, që i kam dhënë për herë të parë 29 vite, mbas herës parë që e pash në një... Si ishte ndjesia? Po, është... Domethënë, është e vetë një makinë që më ka dhënë ndjesinë që ti nuk po shkon drejt horizontit, po është horizonti që po vjen drejt teje. E vetëja. Dhe i ka halal gjithë ligjenda. Çdo gjë butë, çdo gjë qetë, smooth, ashtu siç duhet të jetë. Po, kurse më shëmtuara makinë për mendimin tim, është një makinë, është një Fiat që unë e quaj Fiat Tsubashi, si kryetari i Bashkisë Fierit që ka një gusht të madhe, që ka kokë gush. Edhe kjo Fiat është Fiat që ka fener sipër, fener poshtë. Multipla. Fiat Multipla. Po. Edhe unë i quaj Fiat Tsubashi. Tani që e the këtë domethënë nuk do e përmend Multiplan, po thjesht Tsubashi që ka emrin që i shkon më shumë. Edhe ata dizenjatorët valla sigur e kanë bërë kështu, or mos e kanë bërë shumë vogël edhe këtë, po i shtojnë edhe pal fener të tjerë më poshtë. Do dalim një temë tjetër që është shumë e rëndësishme për ne sepse e prekim çdo ditë. Çfarë nuk shkon me qarkullimin rrugor në Shqipëri, sidomos në Tiranë? Shumë gjëra. E para, semaforët nuk janë sinkron fare me njëri tjetrin. Ti sapo kalon një jeshile, mbas 50 metrash diet tjetri që është i kuq. Kuq, po, është. Fakti që nuk respekton që qarkullimi i tjetër i zhdërvjellët, i lirshëm, duhet të respektojë një parim shumë të thjeshtë që është trupi i njeriu. Në qendër ke zemra, enët e gjakut janë të gjëra dhe në periferi fillojnë ngushtohen. Tek ne në Tiranë, sidomos po edhe në Shqipëri, sidomos Tiranë, është komplet e kundërta. Në qendër janë të ngushta dhe në periferi ke rrugë që janë 9 metra. Po, që nuk shkelen shpeshherë, nuk shkelen fare, vetëm parkohet aty. Dhe kjo e bën çorap, për mos fol pastaj për mënyrën idioteske se si bëhen kryqëzimet, se si bëhen vizimet, por ashiti nuk duket shef me as vija kursie, as viza në tërësi. Mendoj që jo vetëm
kryqëzimet apo vijat e bardha e tjera me radhë, por çdo sinjalistik është ose pas pemës, semafor të fshehur, në një nivel që ti do të zjasësh kokën ta shohësh. Pra nuk ka një sens logjik, jo për një gjë se ja bëjmë halal, po ti vetëm një problem. Po janë të gjitha. Edhe më gjithë aty ekspertit për shembull, po ti si e ke më tabelën mbas pemës? Ai thotë, po çfarë ka mëne valla, rrit pema. Jo, ai thotë, ne kemi mësuar në shkollë në vitin 1980 kur kemi mbaruar shkollën inxhinierie mekanike, kemi mësuar që tabela do të vjet 2 metra lartësi. Po a ka pema jo 2 metroshi aty, apo ka gjëra tjera, nuk intereson sepse ne kemi mësuar në shkollë që është 2 metra lartësi. Edhe nuk e di kush është ky eksperti që ka vënë gjithë ato sinjalistika dhe gjithë ato gjërat, por sugjeroj që të shkarkohet herë të vend dikë që është më i ri dhe pak më logjik se ai. Se shkarkohen ka vu partia, mos të më shkarkohet. Nuk e di më shkarkohet. Edhe i thu, o vllai, po nuk vjen mas pemës. Mirë, pa problem. Edhe filloi sharrojnë pemën. Sharrojnë pemën, po. Vën me stabilë. Pastaj kemi edhe një problem tjetër që kur ndodhi aksident, nuk e rregullojnë vendin ku është bërë aksidenti, por vën tabelën që themi me 20 km/h. Kujdes se këtu vdesin. Vën lapidar. Pastaj po vdiqën më shumë tjera, vën një beton që mos kaloj rrugë. Pastaj mos vdes shkollaj. Po. Pastaj po vdiqën prap e mbylli fare si rrugë, bëmi rrugë tjetër tjera. Po. Këto janë në thelb. Për të mos fol pastaj për atë kryqëzimin më të çuditshëm që është në Tiranë, që është tek Radio Televizioni Shqiptar, një ngushtim që është bërë gjithë rrugës së liceut që çon Radio Televizioni Shqiptar, nga 3 kursi e kanë bërë me një kursi është vetëm beton me hekra, dhe një kursi e madhe sa për autobus e kanë bërë kursi biçikletës që s'kalon asnjëri me biçikletë aty, dhe kanë vënë 16 semafor në kryqëzim. Po me shqiptarët për shembull, çfarë nuk shkon me makina? Unë them që nuk shon asgjë, sepse shqiptarët sa shkojnë jashtë shtetit bëhen njerëz më gjermon se gjermani. Po, vërtet. Dhe kur vjen gjermani këtu bëhet më shqiptar se shqiptari. Kështu që unë nuk e besoj fare këtë hedhjen balt që i bëhet popullit tonë që ja se ne jemi kështu, ne si popull s'bëhemi, jo, është e gjitha tek respekti i ligjit. Pra nëse atje jashtë ka kontrolle më të rrepta, gjithë i zbatojnë. Kjo është shumë e vërtetë. Unë mendoj që shqiptarët, për shembull, po të marr një rast kur u bë një reformë me qarkullimin për rripin e sigurimit që kalojnë me komisione të tjera me radhë, aty u prezantu shqiptarët në rripin e sigurimit, me semaforin, me këto. Dhe ti sot merr 70.000 lekë të vjetra gjop për telefon, ndërkohë që telefoni është pika më e rrezikshme e çdo personi. Gjithë aksidentet më të frikshme, më me pasoja fatale janë bërë për telefonit, dhe këta kanë telefonin 70.000 lekë të vjetra. Nëse ti do hiqe tjetrit patentën për telefon, e shifi ti do shifi më njerëz në telefon rrugë. Po. Ai 70.000 lekë i bë klufi i telefonit. Po kjo është problemi me ne, me ligje dhe zbatimi dhe frika. Shqiptari, të paktën shqiptari mendoj unë, sepse shqiptari jemi, nuk e dim se si janë popujt e tjerë, me frikë edukohemi. Ne nuk edukohemi me të thënme. Dhe diçka për shkak duke qenë se jemi ke qarkullimi, ka njerëz që pinë me vetdije dhe hypin makinës. Dhe kur bëjnë aksident, shkojnë në spital, përveç se rrezikojnë të marrin jetë njerëzish, unë do kërkoja, do të shpresoja shumë që këta ligjvënësit që janë, të bërë një ligj që ai që kapet duke i pirë në timon, përveç se të hiqet patenta përgjithmonë, po ta masi mirë atë kur ta bëhet gjë. E dyta, të bën kryesore në spital të gjitha shpenzimet t'i paguajnë nga xhepi vet. Sepse ne si qytetar nuk kemi pse paguajmë me taksat tona budallikun e tjetrit, po pa përgjegjësinë e dikujt. Shumë e vërtetë. Ta bëjmë me xhep vet. Dhe shefti pastaj sa do pinë. Shumë e vërtetë. Shumë vërtet. Mendoj që këta e kanë bërë pak atë ligjin, domethënë e kanë kaluar me burg direkte, nuk e di se çfarë është bërë fiks fare këto kohë e fundit mbas aksidentave, por ne vazhdojmë. Ne kemi 30 vjet që duhet të bërë një aksident që ne të rishikojmë ligjet apo të marrim masat. Dhe ky është problemi me ne. Domethënë ne të gjitha ligjet që kemi vendosur me gjak. Dhe unë mendoj që një nga problemet më të mëdha të qarkullimit rrugor është që ti merr përgjegjësi që nuk takon. Nëse ty të hidhet tjetri mbi makinë dhe ti e përplas atë e vret, ti shkon brenda, ti merr çdo gjë përsipër, ndërkohë që në vendet e tjera ti duhet të dëmshpërblehesh. Po diskutojmë. Dhe ka një problem që në Shqipëri, nëse do i marrim gjërat si një rroba qeps, rroba qepsi të merr masat, pastaj të qep kostumin. Ne këtu të qepim kostumin, pastaj themi, prit të hajde të marrë masat. Okej, ne po afrohemi tek vendi ku kemi sfidën. Pista nuk është pistë, është rrugë, është e siguruar, por sidoqoftë duhet jemi të sigurt me veten tonë një herë, pa diskutim. Sepse do bëjmë një kohë, mundohemi ta bëjmë shpejt, por mbi të gjitha e sigurt, sepse fund ditës, ja kemi thënë të tjerëve,
nuk do paguheni për nëse deli pari ose jo. Sidoqoftë, në fund, domethënë kjo është puntata e 6, në puntatën e 7 do të dalin edhe lista e kohëve dhe aty do mësojmë se kush është i pari dhe kush është i fundit. Unë do i jepja mesazh gjithëve që në makinë është një përvojë që duhet shijuar. Pra, nuk duhet të rrezikuar. Shofër, thjesht duhet shijuar, shijosh peisazhi, shijohet gjithë kjo fuqi që t'jep motori makinës, edhe të shijosh edhe aftësinë tënde, disiplinën tënde për të qenë i përbajtur e për t'i vënë gjithë tonë në sinkron. Si shkoj? Mirë, shumë mirë. Si do duk Giroja? Më thonë drejt prisja startin ta kishe më të fuqishëm, po e merr të shpejtësinë mbrapa dhe kur merr të shpejtësinë pastaj vite ora për të shtyp frenat edhe. Okej, Po ishte goxha. Si mendon që ke dalë? Jo në më të shpejtit, po besoj që kam bëjt gjiro të shpejt. Shumë mirë. Unë e shtypa deri në fund. Ti bëre tëndën? Unë e dhash Po maksimum. varet sa kanë bërë tjerët. Po. Okej, më vjen shumë mirë. Të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij emisioni Faleminderit juve. dhe për mesazhet e rëndësishme që dhe. Së bashku do shihemi ke episodi radhës. Patjetër që derisa të shihemi ke ajo, bëni subscribe, like, share, gjitha pa lekë keni kemi thënë, si mua, si Florit dhe shihemi.